slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're... Vlora mund të quhet me të drejtë qyteti që lindi kampion. Janë me dhjetra edhe jetra djemtë e vajza ka qytet i bukur bregdetar dhe me plot tradita sportive të cilët në vite janë rritur dhe formuar në sporte të ndryshme, si në futboll, basketbol, volejbol, mundje, boks apo qitje e shritje, të cilët kanë mbajtur për shumë kohë trofe, kanë ngritur natë kupa dhe medalje. Trupin tëm, lule u hodhën. Njëri prej tyre ishte edhe Arket Muçaj, kampion kombëtar dhe ndërkombëtar në sportin e boksit. Arketi lindi në qytetin e Vlorës në 3 tetor 1972. Ishte ekzemplimi i parë i familjes Muçaj, i çiftit Viron dhe Pollumbesha, i rritur dhe edukuar me virtytet më të mira të familjes. Ai dal ngadal demonstroi shumë prej tyre, si korrektësinë e fortë, karakterin, qëndrueshmërinë, vendosmërinë, dashurinë për shokët e sidomos për sportin. Arketi, mbasi mbaroi shkollën të vjeçare me nota të shkëlqyera, vetëm 10, vazhdoi shkollën mesme profesionale të Nafës në qytetin e Vlorës, ku edhe këtu shfaqi jo vetëm përmungulje dhe vullnetin e tij për të mbaruar me rezultate të larta. E kështu mbaroi gjatë 4 vite me i mesatare në të ty, por edhe talent dhe vendosmëri e dashuri për sportin e sidomos atë të boksit. Në shumë aktivitete që organizojnë shkollat e mesme në këtë qytet, Arketi do të dilte i pari dhe do të bëjë kështu një ndër protagonistët e nxënësve që shkëlqyhen në sporte, në përgatitje fizike dhe në rezultate. Mbasi mbaroi shkollën e mesme, ai shprehu një tjetër dëshirë dhe pasion, atë të shërbimit në forcat e rendit dhe sigurisë publike, dhe njeh shkollën e lartë të policisë në Tiranë, po me rezultate të shkëlqyera. Ai tashmë ish plotësuar me dije dhe profesion, ish formuar jo vetëm nga ana intelektuale dhe qytetare, por edhe atë fizike dhe shoqërore. Shpesh Arketi shkonte në palestrën e qytetit të Vlorës, ku stërviteshin shokët e tij anëtarë të ekipit flamurtari në sportin e boksit. Aty ai rrinte me gotë tëra, kish raste ku e futej në ring dhe bënte stërvitje vetare. Do të ishte trajneri i ekipit flamurtarit, bashkëqytetari dhe bashkëqytetari i tij Perat Velaj, i cili do të përkaste e përfundimisht do e rendiste atë në ekipin e tij të parë. Arketi i lumturuar, por edhe emocionuar, filloi stërvitje intensive dhe jashtë orarit. Ai arriti që në një kohë fare të shkurtër të bëjë një nga boksierët më të mirë, jo vetëm të ekipit të flamurtarit, por edhe të ekipeve të tjera. Në vitin 1992-93, Arketi kryen shërbimin ushtarak në gardën e Republikës. Aty drejtuesit e gardës duke e vërejtur ato nga ana fizike, por edhe vlerat e tjera, ato intelektuale e profesionale, e caktuan në grupin e shoqërimit të personaliteteve të larta të shtetit. Të dy të cilët kreu me shumë devotshmëri, profesionalizëm. Këtë e tregon edhe vetë fakti, mbasi ai mbaroi shërbimin ushtarak, i propozuan që të qëndronte përgjithmonë në këtë detyrë. Keni qenë dhe e keni ndjekur shpesh ndeshjet në të gjitha llojet e sporteve, por edhe atë të boksit. Doja të pyesja në lidhje me ish boksierin e flamurtarit të Vlorës, Arket Muçaj. Që mund të na thoni si e keni
vlerësuar ju në këndvështrimin tuaj atë si një boksier dhe si një djalë vlore? Më duhet të lëviz pak moshën dhe kujtimet nga vendi, të klikoj pak në kujtesë e të sjell me shumë kënaqësi një thënie ose një tokë fjale që kam përdorur për ish boksierin e talentuar, qytetarin e nderuar të Vlorës, Alket Muçan. Ishte një flutur e ringut shqiptar, qofte flamurtarit e Shqiponja, dhe për mua mbetet një ëndër e prerë në mes. Me rilindjen e boksit shqiptar, bas viteve 91, bas asaj ndërprer gjatë 1967, dhe në qytetin tonë të Vlorës nisën të ngrihen ekipet e sportit burror shumë fisnik të boksit. Mbaj mend që veteranët e këtij sporti në Vlorë, Pelat Velo, Toli Truja, Pajtim Daudi, Ramadan Çuni e të tjerë gjetën elemente duhur të cilët në moshë të re e donin e dashuronin fort sportin. Natyrisht, zonat më të preferuar që kishin djelmosha të tillë të përgatitur, të fort fizikisht, ishin zonat dhe lagjet e vjetra të Vlorës, ndërto dhe lagja e Skelës. Pikërisht në këtë kuadrat të dashurisë për sportit, erdhi dhe Alket Muço. Alketi e donte boksin, Alketi e donte flamurtarin, Alketi e donte tifozënin vlonjate, Alketi ishte një sundues i plot i ringut përballë kundërshtarit. Përshtypja ime për Alketin ka qenë kjo, ishte një kampion absolut, qoftë me flamurtarin, qoftë më vonë me ekipin Shqiponja drejtuar nga i madhi Ahmet Golemi, ish gardën e Republikës, ishte shumë i shoqërueshëm me shokët, kishte një humor të hollë, mbi të gjitha kishte seriozitetin e jashtëzakonshëm në stërvitje dhe ndeshje. Djenë të tillë, ralli vinë qytetit Vlorës, figura të tilla sportive, ralli vinë qytetit Vlorës, e kam përcjell jo vetëm në komente të atyre ndeshjeve, por dhe në shtypin sportiv të atyre viteve. Në qoftë se ai do të ishte sot midis nesh, me atë potencial fizik, me atë dashuri për sportin, unë them se edhe 50 vjeç në ring ai do të ishte kampion. E them këtë, kam parasysh portretin e tij të mrekullueshëm fizik, krahët e tij të fuqishëm, kishte një teknikë të admirueshme dhe mbaj mend një pervazim të gjyqtarit Rami Sadushi me origjinë nga Vlora, kur ka thënë Alket Muço duhen 2 burra në ring, duhet ketë 2 kundërshtar për ta goditur dhe për ta mposhtur. Gjithsesi, Vlora them se ka bërë pak për këtë figurë sportive, mos them as pak. Duhet falenderoj familjarët e tij, të cilët përpara sa kohësh është bërë dhe një memorial për Alket Muçon, janë bërë disa ndeshje, një kup me emrin e tij. Por Alket Muço mua më kujton boksierët vlonjat përpara vitit 60 për të vazhduar me Idej Ramën. Alketi ishte antar i ekipit kombëtar të boksit. Viti i brishti 97-s natyrisht solli shumë pasoja në qytetin tonë Vlorës. Në memorien time, në kujtimet e mia, në shënimet e mia që mbart dhe i shoh her pas here, unë do të vazhdoj të qëndroj tokë fjalshit. Alket Muço si sportist mbeti një ëndër e thyer. Por Alketi donte të jetonte në Vlorën e tij dashur, të shijonte bukuritë e saj të rralla, të përshëndetej e të përqafoj çdo ditë e bashkëqytetarët e tij, që i donte e donin aq shumë, të qëndronte pranë 2 prindërve të tij të mrekullueshëm, si dhe pranë 2 vëllezërve të tij të shkëlqyer. Që një ditë Sarabe vari dëgjonet një ullërim, pyet shashica Sazanin, çfarë ka ndodhur në Kaninë. Që një ditë Sarabe vari dëgjonet një ullërim, pyet shashica Sazanin, çfarë ka ndodhur në Kaninë. Të kërkon në vironi, ty të pret gazmini, të pyet
Që në kalaja në kanina i der. Alketi gjatë shërbimit ushtarak në Gardën e Republikës nuk është putur nga sporti i tij i adhuruar, nga boksi. Menjëherë u federua në ekipin shqiptonja të Gardës ku fitoi shumë trofe dhe mori shumë medalje, certifikata, duke bërë lider në këtë ekip. U grumullua edhe me ekipin kombëtar ku edhe këtu pati shumë sukses. Që në kalaja në kanina i der i lotët nga vlora, qani në muqet për alketin që u shpëtoi nga dora. Që në kalaja në kanina i der i lotët nga vlora, qani në muqet për alketin që u shpëtoi nga dora. Ketin e kam njërit në moshën 15 vjeç dhe ish një djalë shumë i mirë, i bërë për shoqërinë, djalë çembullor. Ishte një sportist shumë i mirë. Vazhdoi me ekipin e Flamut të Arit dhe ka marrë dhe disa tituj. Më vonë pas viteve vazhdoi punën në policinë e shtetit, ku aty dallohesh për virtytet e larta të tija. Në kohën që zhbra Alketi, kam marrë vesh, kam qenë në Itali që dhe me liderim të madh e kam përjetuar me lot në sy vdekjen e Alketit. Ka pikon shpirti, mallin për ta, dhe si që thash nuk është e lehtë të flasësh. Unë personalisht kam patur disa incidente në jetë, fati keq i shokëve që na kanë lënë, dhe është detyri moral, po dhe shpirtëror, pasi sa kemi jetuar me ta, nuk kemi jetuar as me njerëzit e familjes. Ai dalloheshin për një shpirt ushtarak, dalloheshin për një shpejtësi të përpeshme në raundet e para të boksit, klasifikaza dhe egotistë e kundërshtarit në pikën më të tërta. Ishte shumë i qëndrueshëm në bandën e gotike, por e veçantë atij ka qenë që kishte një armëri të tekstuar me shokët, një dashuri që kur mbaroi aktiviteti puneshin me përqafosjes së bashku. 29/1993 diplomë në boks për vendin e parë. Viti 1993 diplomë në boks për vendin e dytë plus medalje. Në vitin 1994 vendi i dytë në boks plus medalje. 25/9/1994 vendi i parë në boks plus medalje. Medalje në Turqi dhe në Greqi. Medalje në shërbimin ushtarak nga presidenti Recep Mejdani. Diplomë dhe medalje si boksieri më i mirë për vitin 1995. Medalje e artë pas drekjes nga Ministria e Sporteve. Certifikat nderi nga Federata Shqiptare e Boksit, mirënjohje me radhën e dhjetorit pavarësisë, nga Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Boksit, shpallet dëshmoja dheut nga shteti shqiptar. E rendit në komisariatin e policisë të qytetit Lorës. Ishte koha ku Lora dhe gjithë Shqipëria ishin përfshirë në kaos, ku ligjin e bënin bandat, ku kriminalët vepronin pa u frikuar, ku armët ishin në duart e tyre dhe të fëmijëve. Thirrjes qeverisë të dalë në atë kohë, Alketi ju përgjigj me njëherë. Alketi e donte qytetin e tij të qetë, të bukur. Ai donte vëllezërit dhe motrat e tij lonjat të lirë dhe të gëzuar. E këtë mund të realizonin vetëm djem profesionist
e plot pasion edhe trima si Alketi. Ai caktohet në sektorin e krimeve së bashku me 2-3 shokët e tij. Alketi e dinte dhe kishte mirë parasysh edhe do përballej me Kejbërës dhe shpresonte tek vetja dhe tek shokët se do t'ia drillin të fitonin një ta. Në vërmik përgatitur një band që ishte nga më të rrezikshmi në blok, më kriminal. Do masa planin u nisëm dhe kemi arrit në orën 5 të mëngjesit nga banesë ku ishte strehuar atë kriminal. U rrethua edhe unë e mbajta afër. Goditja do bërë me një herë atë dyrë dhe dritarja dhe mos të ipi kohë atyre që të kapun dhe kone me arën sepse ata ishin më shumë në numër dhe kishë arën më shumë. Ketin e mbajt afër. Zurra një pozicion në mjeshëm njëve, po aty ishe një vënd që mund të dilni. Ata ishe bëtë arë më të shumë, dhe kishë automatik dhe pistolet. Ata kishë dhe kundra ata, kishë dhe hedhë granasë, kishë dhe mirëlosë. Bëm gati pozicioni që të ruan me shokët dhe ndërhyrja që të bëm shokët e Ketit dhe të mirë, nga dritarja dhe nga dera, që t'i paralizonin të zimë befasi, ishe një veprim i Ketit në atë situatë shkërmbim zjarri, i vëra shoku dhe i mori hapën e shoku dhe bëri të tyrë si të rinë qishtë. Dhe lavdi për Ketin dhe shmorja të dheu dhe për familjen e tij. Në shtator të vitit 1997, pasi kishte filluar punë në komisariatin e qytetit të tij, Alketi fejohet me Aidin. E kështu jeta e tij nisi me ditë të gëzuara, e të bukura. Prindit dhe 2 vëllezërit e tij ishin të lumturuar dhe gëzoshin për Alketin, por kjo fejesë nuk pati fat, nuk pati jetë i gjatë. Ajo zgjati vetëm 4 muaj. Dora gjakatare e rrëmbeu atij jetën në kulmin e saj. Në 2 janari 1998 në orën 12, punojësi i shërbimit të policisë rrugore në Vlorë njoftoi në radio në komisariat se në lagje Pavarësia po ndodhte një sherrë dhe një gabitje. Alketi së bashku me shokun e tij, shefin e policisë kriminale Piroj Merin, shkoi me njëherë në vendngjarje, po papritur ata u gjendën në ndërshrit e plumave kallasnikore. Ishte një grup kriminal që po kryente këtë qakderdhje. Piro ra për tokë mbuluar nga gjaku i plagosur, ndërsa Alketi, i cili mori 2 pluma, mbeti mbuluar nga gjaku. Lajmi kopshëm të nditi i gjytë vlonjatët. Ra në kryet detyrës një djalë 26 vjeç për të mbrojtur jetën e vëllezërit të tij vlonjat. Ra në kryet detyrës një sportist, një kampion, që kishte sjellë sportit vetëm trofe dhe krenari. Ra në kryet detyrës për të mbetur i përjetshëm. Alketit i dha titulli dëshmori i dheut nga qeveria shqiptare. Medalje e vlerësime, tituj dhe dekorata të shumta prej autoriteteve të sportit dhe të shtetit shqiptar e mbuluan grupin e padekshëm të Alket Munçer. Edhe unë nuk ndodha në shtëpi. Më nisi vetë për fshat. Vine më lajnë mbrojnë atje, kur vinë në shtëpi, vetë e drejtë në spital, shtë dhe më. Sa më shpunë shtëpi, ma punë djalin të ti. Edhe sot shoqëria nuk është ndarë, edhe nuk ndaje. Se e kishin edhe shokë të mirë. Në shokë Besnik? Besnik e kishin, në punë bashkë kishin, edhe prapë thonë, nuk ndajemi nga vëllezërit e tij. Vetëm trima dhe vajte në flak. Për popullin Vlorës kishte nevojë për mësues të kurrë për forcën e saj.
kur krimi përmetet për masat në rast, ish polici të lakës përmendur nuk i dëshua në armët, mbështetën njëri tjetrin dhe u përballën dhëm për dhëm me krimin. Ministri do të ju gjeri nga pushtetin e lorë, për ta ishin i kaku do të Tasim Abini. Në shkëndijën e policisë shqiptare dhe qeverisë të detyrimit pushtria të asaj kohe, kur shteti po riorganizoi aplikat. Guximit dhe nëzëturin e uniformave blu ne kujtojnë atë që billin vetë vdekje, kur pasiguria për jetën dhe pronin ishte sa evidente aq dhe me rreziqe. Ju sjell përshëndetjet e presidentit të Republikës. Sot ne nderojmë 3 djem, patriot trima që dhanë jetën për të mbrojtur jetën tonë, shtetin, stabilitetin e tij. Akti I tyre vetmohues në këto kohë të vështira të shtetit, kur shumë shtetash ishin marrë kazmën të shkatronin themelet e tij, e të tjerë të shkatronin stabilitetin dhe jetën tonë, këta 3 heroj tanë, policisë tonë, bën gjithçka dhe janë dhanë jetën pikërisht për qëllimin e lartë qytetar. Që të regoj ju bashkëqytetar e mi të Vlorës, me këtë na lehtësoni dhimbjen për djalin ton të zemrës. Ju falenderit të gjithë. Të nderuar familjarë të kolegëve tanë që kanë jetën e tyre të detyrës. Të nderuar miq, të ftuar, të nderuar banjat. Jemi mbledhur sot në këtë ceremoni për të nderuar dhe vlerësuar aktin e lartë të ish punonësve të drejtorisë policisë Vlorë, Shezai Zani, Alket Muçaj dhe Andrea Kanani, të cilët nuk shkryen asnjëherë në tyre për rivendosjen e rendit dhe qetësisë publike. Bashkëpunim me darën e Vlorës është përgatitur. Sot ne mbledhur për memorialin e tij me vlerësime të mbarkombëtare nga specialistë të nderuar që vinë që nga Shkodra, megjithëse në ditët e tyre shumë të vështira, ata kanë përfaqësuar Shkodrën duke ardhur këtu me bokserët e tyre më të mirë. Alket Muçaj, pas vdekjes, medalja e artë për merita në fushën e sportit, me këtë motivacion për kontributën e rënë në zhvillimin dhe për hapjen e sportit të boksit, si dhe rezultatet e larta të arritura në vëndërit kombëtare dhe ndërkombëtare, Ministri Arta Dar. Presidenti Republikës, Mosi Mosiu. Falenderoj në emër të familjes të gjithë pjesëmarrësit Federatën Shqiptare të Boksit, Ministrisë Kulturës, Rinisë e Sporteve për vlerësimin që na është bërë djalit të Vlorës si boksier, si njeri. Falenderoj gjithë ata shok dhe miq të ardhur nga Shkodra, gjithë ekipet e boksit. Dhe vërtet është që ne jemi sot këtu mbledhur për dekoratën të cilën e ka merituar, por që në këtë kohë do të ishte dhënë më shpejt, por megjithatë nuk ka rëndësi, së fundi e vërteta triumfoi, e çoi për atketin dhe për ata që për erojnë dhe për ata që din të rrisin erojnë. Kur më qelloi rasti apo fati që të drejtoj grupin e boksierëve të ekipit shqiptar të Kartës së Republikës, gjeta një grusht boksierësh, një grusht djelmoshash shumë të fort fizikisht, të fort moralisht, ambicios për të përvecuar ato sekretet e artit të boksimit,
çka po përpjekje për t'i arritur. Ministri këtyre djemve, Rana Sy dhe Alket Muqa, i djalë nga Vlora, i djalë me një karakter që atë çka i kërkohesh e bënte, dhe që e bëri dhe në ring, një djalë me virtytet më të mira, nuk është nevoja tashmë e pikturim, sepse të gjithë ne që jemi këtu e kemi njohur, ndoshta sa do të flasim mirë, mund të mbetemi diçka pa thënë. Kishte karakterin e shqiptarit, kishte gjakun e vlonjatit, cetrën e labit, dhe dinte të njifte veten, të kontrollonte veten. Shkurt, Alketi ishte një fajkua, po bë kampion, dhe me ato cilësi dhe dhunti që i transmetoi, trashëgoi deri në fund, mendoj që mbeti një kampion dhe iku si një fajkua. Në emër të efektivit kompanisë, të repartit ku ai punoi, drejtoi dhe ustërvit, efektivi i kompanisë i shpreh shtrimet më të thella familjes dhe falenderon në mënyrë të veçantë Federatën e Boksit dhe të gjithë pjesëmarrësit në përkujtim memorialin që i bëhet Alketit. Duhet të përgëzoj Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Gardën e Boksit Shqiponja. Gjithashtu, në mënyrë të veçantë, duhet falenderoj klubin sportiv Flamurtari, i cili mundëson dhe zhvillimin e kësaj aktiviteti memorial. Se pjesëmarrësit e kësaj veprimtarie do të shpalosin cilësitë e larta psikomorale, etike. Dërsa nëna e tij Pullumbesha do të qante me ligje. Në dritet zëmbra për brenda o veren e prerë të zëmbra. Lot nëne burim hidrimi, burim dhimbje së shpirtit saj. Do të dua për jetë, e s'do të haroj kur, do të kujtoj gjithmonë ashtu si ishe, i bukur i ri. Dërsa shokët, bashkëqytetarët, të afrit, prindët, gjithë vlonjatët, në këtë ditë e kujtojnë Alketin me dhimbje dhe lotë. Aty të lapidari dërshmorëve të vdeut, Alketi pret në altarin e përjetësisë dhe të pavdekësisë. Vlora. Me rrugët e gjata e plot gjallëri, ecën njerëz të lumtur e plot ëndra për të ardhmen. Bashkë me ta, ashtu i bukur e plot ëndra, ecën edhe Alketi. Sot, në 45 vjetorin e lindjes, të gjithë e kujtojnë. Lotë dhe dhimbje, krenari dhe mirënjohje. Alketi.